Po duket botrori, po bëhen gola, po golat e kuj po ju pëlqejnë? Përshëndetje. Mirë se erdhët. Kampionati botror është një kare gjatë. Dhe ajo kare gjatë ndahet pothuajse në 2-3 segmente. Është ajo Giro e parë. Spektakli parë. Mund të kryej Giro për arsye se spektakl nuk shikojmë shumë Giron e parë. Hapja Për më shumë. arsye se ekipet janë qikë të kujteshme, janë 4 ndeshje, 3 ndeshje. Thjesht duan të marrin 3 pikë, që të kalojnë në fazën e dytë. Dhe po të vëshre, shumë ekipe ishën të kujteshme në fazën e parë të grupeve. Dhe po të shikojmë në Giron e dytë tani, fillon edhe e kërsohet lufta sportive. Nuk është më ai nivel i grupeve. Vërtet. Për shembull, nga të vetmet ekipe që unë jam dhe qikë që më pëlqen Brazili, nuk e meritonte. Brazili të ishte në eliminatoret drejt për drejt, do në të kalonte. Është ekipi... E ndoqën ndeshën, si u du? Unë e kam dikur që me Marokon, thash, këj Brazil nuk pan. Unë nuk e shkoj thjesht të rezultati, shkoj një Brazil bio, që ne kemi qenë, ose kemi thënë në moshën kur kemi qenë qikë më shpejt, ishte Brazili më ndryshe. Ishte e vështirë që Brazili mos bënte 60% të qarkullimit topit. Por të ndodhë që me Marokun dhe me Norvegjin dje, me që se të marim atë më të freskën, të bëjë Brazili 30-35% qarkullim topi dhe me Norvegjin, që Norvegjia nuk ka atë sensin e qarkullimit të topit, ka sensi fizik dhe ritëm. Kurse Brazili ka, kurse dje Norvegjia i për i gjitha. Për mua ishe mëse merituar.